Prej shumë ditësh forca zjarr fikse dhe strukturat e emergjencave vijojnë përballjen me zjarret në disa zona të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 43 vatra, 10 prej tyre aktive dhe 3 nën monitorim. Në terren janë angazhuar 499 forca dhe 43 automjete zjarrfikës, ndërsa forcat e armatosura mbështesin operacionet nga toka dhe ajri. Në veri, në Shkodër, operacionet vijojnë në fushë laj, ndërsa në Rjoll, terreni është i paarritshëm, e ka bërë të nevojshëm edhe monitorimin me dron. Në Mirdit, në Lufaj, po hapen korridore ndarse, ndërsa në Thari është evidentuar një vatër e re. Në Gurlur, hapja e korridoreve frenoi përparimin e zjarrit drejt banesave, ndërsa 2 avion Air Tractor po mbështesin operacionin. Në Qafhelme, zjarri është shuar nga krahu i Bulqizës, por vijon në drejtim të Selishtës. Në Tiranë, zjarri në malin e Dajtit vijon të jetë aktiv dhe po përballohet me 50 efektiv të forcave të armatosura dhe 2 helikopter. Ndërkohë vatra në Prisk, Gure Madhe, Fark Lundër është nën kontroll dhe monitorim. Një tjetër vatër mbetet aktive në Vakumone të Shëngjergjit. Gjithashtu zjarri në Abaze në Kruj vijon me intensitet të ulët, ndërsa vatra në Zidoll është nën monitorim, teksa në Librazh, në Dardh, vijon puna e forcave zjarrfikse dhe shërbimit pyjor.